Shpërndauni çuna, keni kërcyer shumë bukur, keni kërcyer me ngjyra do thoshte Rozi, bravo Ari, bravo Albi. Sot ishit pak si me ngjyrë kaki, Shokofjori, ngjyra ime preferuar. E dim, e ke shprehur me 10 herë në emision. Jo më larg se një javë parë ne transmetuam rastin e një zonje nga Divjaka e cila për shkak të kushteve tejet të vështira ekonomike ishte birësuar vajzën, mos gaboj. Dhe e kishte çuar për birësim vajzën, kishte firmosur që vajza e saj të birësohej. Jetonte vërtet në kushte shumë të vështira ekonomike, gjithashtu vuante edhe nga një mori sëmundjesh dhe ishin këto arsyet që e kishin detyruar së bashku me bashkëshorten e saj të merrnin këtë vendim dhe ta çonin për birësim vajzën e tyre. Siç e pam, vajza është shumë mirë, jeton në një vend të Europës, është e lumtur me familjen e saj të re. Po, dhe nëna biologjike, pra zonja që solli shqetësimin në bum, u qetësua disi, sepse mësoi që vajza jetonte vërtet mirë. Ne bëm edhe një thirrje për të, por përpara se t'ju njohim me thirrjen që bëm në fund të emisionit javën e shkuar, do ju njohim pak me historinë e saj, një përmbledhje të shkurtër të asaj që kemi transmetuar vetëm pak ditë më parë në bum. E ndjekim. Kjo është banesa e familjes Ialiq në Divjak. Për shkak të kushteve të vështira ekonomike, mamaja e 2 vajzave ka vendosur të japë për birësim njërë nga vajzat në vitin 2015. Sot, 4 vite më pas, mamaja ka vetëm një dëshirë, të takoj edhe njëherë vogëlushën e saj. Shumë ka mërë mali, jashtë nase, në atit, atje e kaminir, në gosa thotë se në le pa motër, thotë, nga ju lutëm, Kontakti i vetëm që kishim me maman birësuese ishte emri i saj. Kaluan orë intensive kërkimesh në terren dhe në internet. Dhe më në fund, çasti shumë pritur erdhi. Arrita të komunikoj me maman e vajzës 9 vjeçare. Mamaja dhe motra e kishin dëshirë që ju t'i mundësonit një ditë një takim me vajzën dhe dua të theksoj që të dyja vetëm qanin teksa bënin këtë kërkesë. Nuk mundem ta bëj për të mirën e kështu këshillon psikologja. Siguroje në anën që unë nuk do të edukoj vajzën ta urrej. Shpesh flasim. Unë po e siguroj maman e se vajza është mirë dhe ka filluar një jetë të re në Itali. Sot kam ardhur për të thënë që unë kam kontaktuar me maman birësuese. Si shtu më rabë zemë. Dua të them që është shumë mirë. Është bërë shumë e bukur, nuk jeton këtu, por jeton në Itali. Mamaja që e ka birësuar më ka thënë që ajo kur nuk do të flasë keq për ju. Shiko sa e bukur është bërë, me shoqe. Ka qenë mami zemrës tate më i vitë. T'ja tregojmë edhe babit? Babi. Të ngjan shumë ty. E di. Je i qetë që vajza është mirë? Po, unë jam shumë i qetë. Falenderoj Ornjuzin, që ma gjeti vajza që më dha berin mirë. Ju falenderoj shumë. Unë dua të bëj edhe një thirrje për të gjithë ata që kanë mundësi ta ndihmojnë Raimondën. Siç e pam edhe nga materiali, Raimonda nuk lëviz dot, është e detyruar të qëndrojë gjatë gjithë kohës në një karrocë me rrota. Nëse keni mundësi ta ndihmoni me një karrocë të re Raimondën, do t'i bëni të vërtet shumë derë. Një situatë e vështirë shumë për këtë familje. Që i ka detyruar të 2 prindrit të largojnë vajzën e tyre, por gjithsesi dhe smundjet e shumta të nënës. Po, dhe ne mbyllëm emisionin javën e shkuar pikërisht me një thirrje për zonjën, për t'i ardhur në ndihmë kësaj zonje. Bëm thirrje për të gjithë ata që kishin mundësi t'i siguronin një karrocë me rrota, sepse karroca që ajo kishte ishte e dëmtuar dhe e kishte të pamundur të zhvendosej nga njëri vend në vendin tjetër, e kishte të pamundur të lëvizte me atë karrocë. Ka qenë i menjëhershëm reagimi i qytetarëve shqiptar. Reagimi i parë ka ardhur pikërisht në studion e emisionit Ora Juaj të kolegut ton Klodi Karaj. Të shohim pak se çfarë ka ndodhur, sepse Alketa Qeku, gazetarja që ka ndjekur këtë rast, dhe gazetari Klodi Karaj i emisionit Ora Juaj, ka një surprizë. E shohim tani.
sot kolegu im Klodi Karaj ka lënë studion e lajmeve dhe së bashku do të shkojmë tek shtëpia e Raimondës në Divjak. Arsyen se pse Klodi, vetëm për sot sigurisht është bërë pjesë e stafit të BUM, do ta mësojmë pas pak. Klodi, mund më thua çfarë ka ndodhur mbasi ne kemi transmetuar kronikën për Raimondën? Në fakt kur kam folur me Raimondën nuk e dija që kishte nevojë edhe për karrocën e saj, që shoh që nuk është në kushte aq të mira aktualja. E mësova nga ty, nga rasti që trajtove, dhe menjëherë më mori dikush në telefon, i cili ne respektojmë, ai nuk dëshiron që të bëhet publik, edhe ka ofruar 2 karroca për zonjën. Ky është një ndër raste që unë zgjodha vetë isha i pranishëm, madje të falenderoj edhe ty Alketa për punën e mrekullueshme që ke bërë, për t'ju thënë qytetarëve që kur bëhemi bashk, ne mund t'i arrijmë. Falenderoj BUM-in që ma bëri këtë të mirë si për vajzën edhe për karrocët. Ju pas këtë qenë të veçantë që ai bë këtë punë shumë shpejt. Ju falenderoj shumë nga zemra. Raimonda, duhet të them që ne të kemi sjell 2 karroca. E para është për përdorim të brendshëm dhe është me rrota të vogla, mund ta kesh edhe për nevojat personale, ndërsa tjetra është një karrocë e veçantë sepse është gjermane. Është shumë e mirë, personi që ka bler ka investuar shumë, edhe këtë mund ta marrësh për pjesën jashtë kur ti do të dalësh për ajër të pastër, sepse herën e kaluar më ke thënë që e ke të vështirë për të dalë jashtë nga kjo karrocë. Unë e djova dhe dije Klodin kur tha, isha të e ndjek mëngjes. Klodin e ke parë në televizion, sot ka ardhur me taku ty. Faleminderit shumë, tem tha që do të vi vetë, mu bë zemër mal. Falenderimi shkon për zotrimi i cili e ka ndihmuar zonjën, jo me 1 po me 2 karroca. Faleminderit shumë, faleminderit. Gjithashtu falenderimi shkon edhe për kolegun ton Klodi Karaj, që çdo ditë vjen tek ora juaj në 96.7 MHz. Dua t'ju them se shumicën e rasteve që ne trajtojmë në emisionin BUM, shumicën e problemeve që ne trajtojmë në BUM, vijnë pikërisht nga telefonatat e emisionin ora juaj. Faleminderit. Ne do të shihemi sërish të hënën. Po përpara se të largohemi, do të transmetojmë një përmbledhje me materialet më pikante të javës. Natën e mirë, mirupafshim dhe një fundjavë të këndshme. Natën e mirë. A mund vazhdo duke i gënjur shqiptarët se ja dhe pak do ta hapim derën e integrimit? Për popullin e shkret, me siguri, Populli ka folur qartë, opozita është përgjigjur kërkesës popullore për një ndryshim të vërtetë në Shqipëri. Pa shqyr më herë që menu për popullin. Dhe jo për një tango që të mbaj akoma në pushtet, një grusht politikan është korruptuar e të lidhur me krimin. Kom një gjuhë sikur ka për të ndru kjo qeveri, ka për të ardhur qeveri teknike. Me një qeveri të kapur në flagrancë, duke vjedhur votat. Ne gjithmonë agrabizim votat dhe nuk kemi hyrë asnjëherë në parlament. Atëherë qëndrimi im është i qartë dhe i prerë. Ne kemi qëndrim të prerë. Asamblesë krimit i ka ardhur ora. Dhe mbajini mend, ai që u mbet është fitimtar. Takimi është me popullin me 16 mars. Sepse partia jon ecën me sloganin një për të gjithë për një. Faleminderit. E marrin popullin shqiptar për budalla. Të jetë kungull vallë. Tani, me opozitën e re këtu në parlament, ne do të qëmë përpara reformës zgjedhore, sa për djenin. Detirat i keni qarta? Ka gjithë pa qartë? Çdo gjë është e qartë shumë shef. U vajtën, nuk e dim. Qa u bëjnë, nuk e dim. Kur do kthehen, nuk e dim. Ku ishe, asgjë. Qa bërë, hiq asgjë. E po, nejse. Ne do të shkojmë përpara, ashtu si kundër, ne do të shkojmë përpara edhe me votën e emigrantëve. Dhe pastaj të shohim kush është shumicë në popullin shqiptar. Faleminderit. Të gjithë kungujt do të dalin jashtë. Këtu do qëndroj vetëm një kungull. I madh i fare.
Erion Veliaj është kapur në flagrancë duke grumbulluar karta identiteti për të vjedhur vota. Na kish marrë mallit të shikonin. Po mirë, pa punje? Urdhri i Erion Veliajt është i palishëm. Do t'ja numëroj me fakte, një nga një. Tek. Kërkon të përdor edhe fëmijë fare të vegjël në çerdhe për interesat të tij personale pushteti. Por kush ta tha ty një? Urdhri ka për qëllim vetëm manipulimin e zgjedhjeve të ardhshme dhe të denoncoj marrjen e palishme nga Bashkia e Tiranës të numrit të kartave të identitetit nga prindërit e fëmijëve në çerdhe për t'i përdorur ato në zgjedhje. E po hall më të madh ordo befsha, që nga lufta e dytë botërore e deri më tani ky popull nuk ka patur ndonjë herë. Faleminderit. Shtesni qeverinë apo opozitën? Nuk ka ndonjë mënyrë që ju të bashkoni votat me mazhorancën? Ndimi politik i LSI-s, a ndjeni më pjesë e kësaj partia? Përfaqësoni Lëvizjen Socialiste për Lëvizjen? A ndjeni tradhtar si shmërinë ka kryemadhe ju ka quajtur ju dhe kolegët tuaj? Te dy bashko e kanë lidh një bese, kur ti bojna ka 15 vjeçe. Faleminderit. Deputeti Ylli Sheu. Betohu se s'do kushtesh as gjakun për Lëvizjen Nacionale Shqiptare dhe për komunizmin. Betohem. Urime. Deputeti Enver Roshi. Betohem. Betohem. Deputetja Aurora Mara. Betohem. Unë betohem për flamurin ton që nuk kam trastuar dhe nuk do të trastoj asnjëherë. Deputeti Edmond Rushi. Betohem. Edhe unë betohem. Edhe unë betohem. Edhe unë betohem. Edhe unë. Urime dhe sukseset deputetëve të ri të Lëvizjes Socialiste për integrimin në Kuvendin e Shqipërisë. Regjimi i Edi Ramës ka mbaruar. Bëj shaka. Jo thjesht largohet Rama, po të shembet ky sistem. Bëj shaka. Po shaka e gjysma e të vërtetës. Pisht. Dhelpre për Edi Ramën. Bëj shaka. Ditë më të mira për Shqipërinë do të vinë. Bëj shaka. Po shaka e gjysma e të vërtetës. Është një situatë krejt normale, ajo që nuk është normale, që është jo normale, pastaj çdo gjë tjetër është krejt normale. Kjo është anormale, jo, më fal. Është krejt normale dhe do mbetet anormale dhe problematike, pastaj çdo gjë tjetër është krejt normale.